Kjo si eksperiencë tani, peshku pa ujë, edhe pse mbase nuk realizoi diçka të ardhura, ose a ishte një eksperiencë që mësove gjëra dhe si mund t'i konsiderosh këto mësimet edhe me shkollën? Pra, a janë ekuivalente, pra a kanë vlerë? Patjetër. Për mua ka qenë një shkollë. Praktika ime e zakonshme ishte kjo. Unë çohesha rreth orës 5:30 në mëngjes, bëja një dush, edhe ulesha para kompjuterit, dhe ndërkohë që ishte ora 5:30 në Amerikë, ishte ora 11:30 në Tiranë. Kjo mua më voliste, sepse disa ngjarje kishin ndodhur tani më, ngjarjet kësaj. Edhe unë shikoja, merja këto dhe postoja. Se atë detyrën e redaktorit kisha, e bëja shumë mirë, dija se ku ta gjeja lajmin. Unë nuk e merja copy-paste, për shembull nga një media tjetër, por ne furnizoheshim me informacion nga media tjera dhe shkruanim materialin ton mbi to. Dhe e bukura e kësaj, sepse ishte crowdsourced, si thua, si gjë ishte që unë ndonjëherë 2 paragraf më mjaftonin që unë e shtroja lajmin. Kjo ka ndodhur. Dhe kur e hapja prap një orë më vonë, aty kishte ndonjëherë 1000 komente. Mbi ato 2 paragraf që unë thjesht bëja lajmin me një foto, edhe ajo ndodhte vetë pas. Ato komente gjenerojnë komente tjera dhe krijoi një trafik jashtëzakonshëm që merrte një orë tek, domethënë kështu funksiononte atje. Dhe unë këtë e bëja çdo ditë, deri në orën 7. Në orën 7 dilja, përveç asaj periudhës 4 mujore që kam qenë në radio që duhet isha atje që në 5. Por në orën 7 dilja, në 7:30 isha në punë, aq më mbante gjysore.